Kam dëgjuar në mësimet të ju, kur njeriu ndërron jetë, do të merret më një herë dhe do të tregohet se është për në xhenet apo në xhenem. Atëherë pse thuhet dita e gjykimit dhe njerëzit do ta marrin vesh atë se ku do të jenë në xhenet apo në xhenem? E bukur kjo pyetje, kemi sqaruar pak edhe tek stacionet e ahiretit. Kur themi ne që njeriu që është në momentin e vdekjes e merr vesh se ku e ka vendin, sepse varet çfarë me lekë vin, po edhe në varr çfarë me lekë vin, si kalon jetën e varrit. Kemi thënë kjo e para ka të bëjë me çfarë vjen mbas saj, çfarë ndodh mbas vdekjes në varr deri në ditë kiametit është marrëdhënie shpirti. Dhe është shpirti ai i cili përjeton mirësi dhe begati. Trupi është në varr aty, mund të jetë tret, mund të jetë djeg, mund të jetë hedh. Amo shpirti i përjeton gjërat, sikur me qenë në xhenet apo sikur me qenë në xhenem. Si puna e njeriu në ëndër. Në ëndër mund të çohet dikush i djersit. Pa ka bë punë ky faktikisht? Jo. Aty në ëndër ka vujt, ka pas siklet dhe është djersit. Dikush tjetër mund të çohet në pikë mjesit, thotë që ky kush di çka ka bërë. Çfarë patët jo? Isha mret më, u martova me i mret nesh. Është knaq. Amo trupi faktikisht s'ka përfituar asgjë, mirë po shpirti i tij, mendja e tij kanë përfituar gjithë dhe ka edhe ky është ndjer mashallah, e kundërta atij të parit. E kundërta e atij të parit. Kështu është edhe jeta e vdekjes, jeta e varrit. Tani, nëse njeriu është rregull, nëse njeriu në një nga stacionet e ahiretit përjeton në xhenet, do të thotë se çfarë vjen më pas është siguri për të. Nëse një person në stacionet e ahiretit, përjeton xhenem, do të thotë se është ose pastrim për të në rastin e besimtarit, ose fillo xhenemi vërtet për të për rastin e qafirit. Pra mund të jetë dikush besimtar dhe në varr i hapet dera për në xhenet shpirtit të tij dhe varri i tij kthehet në një kopshtë për kopshtë të xhenetit. Ky njeri, çado që të vijë më pas është i sigurt. Kemi rast tjetër, dikush prej besimtarëve vun në varrin e tij për shkak të gjunafeve që ka bërë. Mirë, po mund të shërbej kjo vujtja e tij në varr që më vonë mos dënohet, pastrohet. Ka nevojë me u pastru për shembull 300 vjet. 300 vjet ky në varr vun, bam. Derisa mas 300 vjeç është pastru, i hapet dritarja nga xheneti dhe kalon shpirti i tij në mirësitë e xhenetit. Dikush jo, mund ta kaloj gjithë jetën e varrit tu u pastru. Ai zhul s'ka qenë. Kur vjen dita e gjykimit, ky ringjallet me besimtarët e bekuar, me ata që janë kraun e xhenetit, me ata që e morin librin kraun, etj. Pse i ka shërby varri këtij? Ka ca zhulca që as kjo nuk i mjafton. Po do të pastrohen ditën e kiametit me sprovat e ditës kiametit, libri majtas, libri djathtas, kjo ajo peshorja, sprov mas sprov, jo po sirati, jo po rënja për sirati, ku dëgjon etj. Mirë, po i shërbejnë këto sprova ditës kiametit që pastrohen. Kur vjen puna për në xhenet, ky shkon në xhenet, e shpëton për xhenemin. Ka ca zhulca të tjerë që as kjo nuk i pastron, po duhet binë mrena atje në xhenem, duhet rinë ca kohë atje, pastrohen mirë. Dikujt i zgjat 2 ditë në xhenem, dikujt i zgjat 2 orë, dikujt i zgjat 1000 vjet, dikujt i zgjat 100.000 vjet, dikujt i zgjat edhe më shumë. Derisa të pastrohet plotësisht, pastaj përfundimi i tij do të jetë xheneti. Kështu që kjo që themi ne që njeriu qysh në varr i paraqitet xheneti dhe xhenemi, apo shpirti i njeriu shkon në xhenet apo në xhenem, nën kupton me atë që do t'i ndodhi njeriu pastaj për më pas. Por se futja në xhenet me trup dhe me shpirt nuk ndodh vetëm se në ditë kiametit. Vetëm se në ditë të kiametit. Me parametra normalisht të updateuara që përshtaten me parametrat e përjetësisë, pa ndryshueshmërisë, pa pleqësisë, pa smundshmërisë, edhe, si më thënë, qëndrimit konstant. Pra është një moshë fikse e cila nuk ndryshon në përjetësi. Pra njeriu do të jetë i përjetshëm në xhenet ose në xhenem.